drejt diku edhe të çmendur më shikojnë, sepse të kesh një biznes të ngritur si puna ime në fushën e auditimit edhe të jurisprudencës dhe të rrezikosh shumë gjëra për hir të vërtetës, se të dalësh kundra pushtetit do t'i mendosh edhe rreziqet që ke. Po. Vetëm një idealist në kufit e çmendurisë mund ta bëj. Kështu që unë kam vetëm një gjë edhe mbase kjo më ndihmon edhe në arritjen e rezultatit, pra në produktin final, sepse realisht i bëj gjërat me shumë pasion, me shumë përkushtim, ja vetëm sot, kjo është ora e jeni gjatë gjithë kohës në fushat, kështu që nuk është se keni orju nga fillimi, sidomos java e fundit tani. Unë vazhdoj dhe aktivitetin e denoncimeve isha në SPAK, pas SPAK-ut isha ke inspektori i lartë i drejtësisë. Çfarë kallëzuat në SPAK? Jo, nuk kallëzuam sot unë bëra një kërkesë ndaj Dumanit, jo me cilësinë e kryetarit të SPAK-ut, po me ndryshimet kushtetuese. Dumani ka marrë dhe rolin e komisionerit publik. Po, vërtet. Dhe duke qenë se ne kemi rënë në dieni të një vendimi penal të padeklaruar nga gjyqtarja Irena me 3 mbiemra, ne përveç se i vum në dispozicion një vendim penal të shtetit grek. Për Irena Gjokun. Po, për Irena Gjokun, jo me 3 mbiemra, sepse kështu janë dokumentat. Dhe nuk e them në kuptimin pejorativ, edhe sikur e meriton kjo gjyqtare. Nuk e kam për të gjithë gjyqtarët, se ka brenda kësaj strukture gjyqtar dhe prokuror me shumë integritet. Dhe nisur nga kjo provë që unë depozitova sot, kam kërkuar nga zoti Dumani që të rishikohet vendimi i Komisionit Pavarur të apelimit, pra KPA-s, për dalimin e procesit vetingut, vetingut, sepse e nderuar kushtetuta parashikon 3 shtylla kryesore në procesin e vetingut. Është shtylla e pasurisë, është pasërtia e figurës, është dhe profesionalizmi. Ne kemi evidentuar që përveç se pjesën e pasurisë ka probleme shumë të rënda dhe shumë shpejt ne do ta bëjmë dije, po i bëjmë një auditim ne si Parti Demokratike, nga ana tjetër ne konstatojmë që këto 2 vendime të marra në shtetin grek, qoftë vendimi i dëbimit, qoftë dhe vendimi i dënimit penal, janë fshehur qëllimisht nga Irena Gjoka, Maneku Spata, për ne përbëjnë jo vetëm vepër penale dhe për cilën po përgatisim dhe një kallëzim penal, por ka kushte të papajtueshmërisë në momentin e nisjes së vetingut, pra në 2016, duke qenë se kjo gjyqtare me këto të dhëna që ne depozituam sot, nuk përmbush kushtet për të qenë pjesë e sistemit gjyqësor. Dhe në këtë kuadër, mendoni se do ju merret në konsiderat kjo? Ne respektojmë institucionin e SPAK-ut. Po, si respektoni institucionin e SPAK-ut, se ju sulmoni çdo ditë. Jo, unë e sulmoj prapë, do ta sulmoj, patjetër. Të kapur nga Edi Rama, tani. Po nëse është kështu atë. Ja e ka në dorë. E ka në dorë provën dhe të marrë hapat dhe si jemi në kundër. Po si mund të keni pritshmëri dhe si mund të depozitoni një kallëzim, sepse unë sa kohë nuk e vlerësoni, e kam fjalën. Jo, jam dakord unë, sepse ky është dhe perceptimi i publikut. Është pak paradoksale. Unë nuk kam institucion tjetër që të kem alternativë zgjedhje. Unë respektoj një institucion pavarësisht se jam apo s'jam dakord unë, po që është zgjedhur sipas kushtetutës. Ndërkohë, ne i kemi dhënë shumë besim SPAK-ut. Personalisht unë kam firmosur me dorën time mbi 80 kallëzime penale. Nga ana tjetër, unë nuk e kam parë këtë punë nga ana SPAK-ut. Dosje pa fund që nuk preken fare, sepse me njërën apo më tjetrën goditet ky e goditet ai, ndërkohë që jo më vonë se para 30 ditëve, unë kam çuar prova të reja, për shembull për dosje 184. Dosje e cila për mua është dosja më e rëndë që ka ndodhur ndonjëherë në Shqipëri, sepse nuk ka lidhje vetëm me procesin. 184 ula, ka ngaluar vite. Jo, është në apel, por ne çmojmë se këtë e parashikon dhe ligji, se përpos faktit që nuk janë hetuar personat përgjegjës, pra janë gjithë 4 njerëz të rangut fundit,
edhe gjoja se po i dënojmë këto për shpërdorim detyra, ndërkohë që provat e reja që unë kam depozituar në SPAK, duhet të detyronin SPAK-un rishikimin e kësaj çështje dhe në këtë kuadër unë edhe sot këtë i them Dumanit, i jap një rast tjetër që të tregoj Dumani që është aty për zbatuar ligjin dhe urdhat politik. Po ky nuk është rasti i parë që ju e vini në provë Dumanin dhe SPAK-un. Ju keni bërë shumë kallëzime. Po le të bëj çfarë doj Dumani, unë do të vazhdoj ta bëj. Jo, e kam fjalën e keni testuar mjaftueshëm. Unë do të vazhdoj ta bëj sepse mbas Dumani ju ka surprizuar ndonjëherë për mirë? I vlerësoni ndonjë lëvizje? Po, nga hetimin tërësia e kallëzimeve që keni bërë ju. Jo hetimi pse lidhej Merion Veliajn, po me thënë të drejtën, unë e kam analizuar totalisht dosjen e hetimit të prokurorit Dado edhe të zotit Dumani, që lidhet Merion Veliajn, pavarësisht se unë jam e pakënaqur që pse hetohet vetëm për këtë dosje dhe nuk hetohet edhe për dosjet e tjera, por mënyra e hetimit që lidhet me këtë dosje, realisht mua më ka surprizuar për mirë. Pra, e kishin nisur nga poshtë lart. Pa atëherë si e shpjegon tani këtë pra? Faktin që Sulmoni është i kapur nga qeveria, ndërkohë ka shkëlqyer me këtë performancë sipas vlerësimit tuaj. Pra, i kanë aftësitë. Pra, nuk ka krim intelektual që nuk e heton dot Dumani. Kjo tregon që Dumani ka aftësitë, edhe Olsi Dado, edhe prokurorë të tjerë. Sepse nuk mbajti këtë qëndrim Olsi Dado për Olta Gjaçkën? Po bëj një pyetje unë. Po sepse ato dosje penale që na çojnë ne drejt Edi Ramës, e stopojnë Dumanin. Dhe unë e ftoj Dumanin që sot pra vendos Rama për të gjitha thoni ju. Patjetër, që të na tregoj, na vërtetoj të kundërtën dhe unë do dal publikisht që t'i kërkoj ndjes. Okay. Kjo provë sot e di që ka vijuar mashtrimin Irena Gjoka, që nuk ekziston vendimi, dhe unë e kam sfiduar, le të më kallëzoj penalisht. Dhe tani ka mundësin Altin Dumani që kjo prova ekziston dhe Irena Gjoka duhet të shkoj para ligjit sepse ka mashtruar gjithë sistemin që nga 2016 dhe sot, apo e kam falsifikuar unë apo ne të PD-s dhe le të na çoj para ligjit. Kjo është sfida që unë i bëj Dumanit. Duhet të zgjedhë. Tani, hym pak tek fushata elektorale, para se të nisnim intervistën, më thatë që sot, këtë herë më saktë, në këto zgjedhje, në terren situata e Partisë Demokratike elektoralisht është më e mirë se nga 2013, më thatë apo jo? Po, në këndvështrimin tim më e mirë që nga 2013. Atëherë po e nis nga ky lloj konkluzion i juaj. Pse e mendoni kështu? Po, sepse unë të paktën aktivisht kam marrë pjesë në 2 fushatat e fundit. Po. Qoftë në të 2021-shin, qoftë në të 2023-shin. Po. Për të mos analizuar situatën e 2023-shit, sepse ne në fakt edhe politikisht ishim shumë keq. Partia Demokratike ishte e përçarë. 2023 ishte zgjedhje vendore, kështu që ne ishim edhe më keq. Mirë, po është tjetër gjë. Dakor, po e marr në aspektin politik gjithmonë. Krahasojmë me 2021-shin, sepse ajo ka qenë periudha zgjedhjet më të mira, ka pasur një rezultat optimal opozita në drejtimin e Lulzim Bashës, duhet thënë kjo. Jo, s'ka qenë rezultat optimal. Po si, nga 2013 e këtej ajo ka qenë 2021-shin, sepse ishte e bashkuar opozita, ishte në ditët më të mira të saj. Po, unë mendoj që nëse do ishin brenda një koalicioni, unë mendoj se rezultati do ishte shumë më i lartë, por të mos i hym këtyre pazareve në këndvështrimin tim. Po pse është më mirë sot sipas jush, sepse është e copëzuar opozita realisht. Sa shumë parti të reja që janë. Le të jenë, nuk e konkurrojnë dot. Nuk e konkurrojnë dot një koalicion që ka 25 parti. Sondazhet janë fake. Sondazhet paguhen nga mediat e inceratorëve, sondazhet paguhen nga krimi, sepse duan të krijojnë në publik perceptimin që Rama do t'i fitojë zgjedhjet. Nuk ka asnjë shans që Rama do t'i fitojë zgjedhjet, mund të ketë ndonjë mandat që mund ta marrë ndonjë parti e vogël, unë ndërto mund të shikoj Agron Shehajn, që mund të marrë ndonjë mandat, të tjerët thjesht do marrin disa vota
të cilët ata shpresojnë se mund t'i shërbejnë Edi Ramës, po në rastin konkret nuk do t'i shërbejnë Edi Ramës, sepse Edi Rama nuk do të marrë më dot 71 mandate. Edi Rama të paktën edhe sipas sondazheve të brendshme është 968 mandate dhe këtë e ka deklaruar vetë dhe unë të jap garanci maksimale që Partia Demokratike në aleancë me të gjithë partitë brenda këtij koalicioni do të jenë fituese mbi 74 mandate. Kjo është deklarata e fortë. Është bast publik i fortë. Jam e gatshme të vi këtu pas zgjedhjeve. Kështu deklaroni dhe pas zgjedhjeve gjeni të njëjtën alibi pastaj që i vodhi, i deformoi. Jo, ka ndryshuar shumë gjëra. Ja, pse të them, ka ndryshuar në ndryshe nga 2021, ju mund të thoni që partia ishte e bashkuar, po mos harroni që kishim një ambasadë amerikane në urdhrat politik të George Sorosit, të cilët në çdo moment reagonin vetëm ndaj opozitës dhe jo ndaj pozitës.